Surja En-Neml, Mekase, 93 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ta, sin. Këto janë vargjet e Kuranit, të një libri të qartë, një udhërrëfyesi dhe lajmi të mirë për besimtarët, të cilët falin namazin, ndajnë zeqatin dhe besojnë bindshëm në jetën tjetër. Një mend, atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne kemi bërë që të duken të bukura veprat e tyre, prandaj ata ecin verbërisht. Janë pikërisht ata që i pret dënimi i rënd dhe në jetën tjetër do të jenë më të humburit. Në të vërtet, ty o Muhammed, po të shpalet Kurani nga ana e një të urti të gjithdijshëm. Kujto kur Musai i tha familjes së tij: unë pash një zjarr, do shkoj që t'ju sjell ndonjë lajm prej atje, ose t'ju sjell një urë zjarri për t'u ngrohur. Kur shkoj te zjarri, një zë e thirri: bekuar qoft kush është e zjarri dhe të gjithë engjëjt rreth tij. Qofti lavdëruar Allahu, Zoti i botëve. O Musa, jam unë, Allahu, i plot fuqishmi, i urti. Hidhe shkopin tënd. Kur e pa shkopin që po lëviste si gjarpër, ai iku me vrap e nuk u kthye prapa. O Musa, mos u frikso. Në të vërtet, të dërguarit e mi nuk friksohen në pranin time. Sa për ata që bëjnë keq, e pastaj të keqen e zëvendësojnë me vepër të mirë, unë jam vërtet falës dhe mëshirë plot. Fute dorën tënde brenda në gji dhe do të dalë e bardhë pa kur farë sëmundje. Kjo do t'jetë njëra prej 9 mrekullive që do t'i tregohen faraonit dhe popullit të tij. Vërtet, ata janë popull i pabindur. Por kur u erdhën atyre shenjat tona të dukshme, ata thanë: kjo është magji e qartë. Kështu, ata i mohuan ato pa drejtësisht dhe me mendje madhësi, edhe pse shpirti i tyre i besonte për të vërteta. Pa shiko cili ka qenë fundi i shkatërrimtarëve. Ne i dham Daudit dhe Sulejmanit dituri, dhe ata thanë: qoftë lavdëruar Allahu që na ka ngritur mbi shumicën e robërve të tij besimtar. Sulejmani e trashëgoi Daudin në misionin e tij profetik dhe tha: o populli im, neve na është mësuar gjuha e shpendëve dhe na është dhënë gjithçka. Kjo është vërtet dhunti e madhe. Para Sulejmanit u tubua ushtria e tij e përbër prej gjindeve, njerëzve dhe shpendëve, të gjithë radhitur në çeta të gatshme. Kur arritën në luginën e milingonave, një milingon tha: o milingona, hyni në banesat tuaja që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju parë. Ai vuri buzën në gaz, duke qeshur me fjalët e saj dhe tha: o Zoti im, më frymëzo që të jem mirënjohës për mirësitë që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do t'jesh i kënaqur. Më prano me mëshirën tënde në gjirin e robërve të tu të devotshëm. Ai bëri kontrollin e shpendëve e tha: pse nuk e shoh pubëzën këtu? A nuk është e pranishme ajo? Nëse nuk do të më sjell arsyetim bindës, do ta dënoj me dënim të rëndë ose do ta therr. Nuk vonoi shumë e ajo erdhi dhe tha: kam marrë vesh diçka që ti nuk e ke ditur dhe të kam sjell lajme të vërteta prej qytetit të Shebës. Kam parë një grua që sundonte popullin e atij qyteti. Ajo zotëronte çdo gjë dhe kishte një fron madhështor. Kam parë se ajo dhe populli i saj
adhuronin diellin e jo Allahun. Djalli u aparaqiste të bukura sjelljet e tyre, duke i larguar nga rruga e drejtë, prandaj nuk ishin të udhëzuar. Ata nuk i përuleshin në sejdë Allahut, i cili nxjerr gjithçka që është e fshehur në qiej dhe në tokë, dhe di çfarë fshihni ju dhe çfarë tregoni haptazi. Allahu është një. S'ka Zot të vërtet përveç Tij, Zotit të Arshit të Madh. Sulejmani tha: do të shohim se a thua të vërtetën apo je gënjeshtar. Shko me këtë letër timen e çoju atyre. Pastaj largohu pak nga ata dhe shiko cila do të jetë përgjigja e tyre. Mbretëresha e Shebës tha: o paria ime, mua më ka ardhur një letër fisnike. Ajo është nga Sulejmani dhe është me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Mos u madhështoni para meje dhe ejani të përulur si besimtar. Ajo tha: o paria ime, më këshilloni se ç'duhet të bëj në këtë çështje. Unë nuk do të vendos asgjë pa ju. Ata thanë: ne jemi shumë të fortë dhe luftëtar të guximshëm, por urdhri të takon ty, andaj mendo mirë se ç'do të urdhërosh. Ajo tha: një mend kur mbretërit pushtojnë ndonjë vendbanim, e rrënojnë atë dhe e poshtërojnë parinë e tij. Kështu veprojnë ata. Tani do t'u dërgoj atyre një dhuratë dhe do të shoh me se do të kthehen të deleguarit. Kur erdhën të deleguarit, Sulejmani tha: a mos doni të më ndihmoni me pasuri? Ajo që më ka dhënë Allahu është më e mirë nga ajo që ju ka dhënë juve, por ju gëzoheni me dhuratën tuaj. Kthehuni tek ata. Ne do të sjellim ushtri të cilën nuk do të mund ta përballojnë ata, dhe me siguri do t'i dëbojmë ata prej Shebës të poshtëruar dhe të përulur. Pastaj ai tha: o parësi, kush prej jush do të më sjell fronin e saj, para se ata të vinë të dorëzuar? Njëri nga gjindet, i friti, tha: unë do të ta sjell ty para se të ngrihesh prej vendit. Unë për këtë jam i fuqishëm dhe i sigurt. Po ai që ishte i pajisur me dijen e librit, tha: unë do të ta sjell ty sa çele mbyll syt. Kur Sulejmani e pa të vendosur para tij, tha: kjo është nga dhuntit e Zotit tim, për të më provuar a jam mirënjohës apo mohues. Kush falenderon, e bën për të mirën e vet, e kush mohon, ta di se Zoti im është i vetëmjaftueshëm dhe dhurues. Ndryshojeni edhe fronin e saj. Do të shohim se a do ta vë re këtë apo jo. Kur erdhi ajo, i than: i tillë është froni yt? Ajo u përgjigj: duket sikur të ishte ai. Sulejmani tha: para saj na është dhënë dituria, dhe para saj i jemi nënshtruar Allahut. Atë, Belkisën, e kishte penguar nga Islami ajo që adhuronte në vend të Allahut, sepse ajo ishte nga populli mohues. Asaj i than të hynte në pallat. Kur e pa atë, ajo kujtoi se ishte ujë i thellë dhe përvoli fustanin te këmbët. Sulejmani i tha: ky pallat është i shtruar me xhama. Ajo tha: o Zoti im, me të vërtetë unë pas kam dëmtuar veten dhe tani bashkë me Sulejmanin i dorëzohem Allahut, Zotit të botëve. Ne i dërguam fisit të Themudit, vëllain e tij Salihun. Ai tha: adhuroni Allahun. Por ata u nda në 2 grupe që grindeshin midis tyre. Salihu tha: o populli im, përse ju e dëshironi të keqen para së mirës?
Përse nuk kërkoni nga Allahu falje të gjunaheve që të mund të mëshiroheni? Ata thanë: Ne kemi ogur të keq prej teje dhe atyre që janë me ty. Ai ju tha: E mira dhe e keqja është prej Allahut. Në të vërtet, ju jeni popull i vënë në sprovë. Në qytet kishin qenë 90 që bënin ngatresa e nuk vinin në rregull. Ata i thanë njëri tjetrit: Betohuni në Allahun se natën do ta vrasim atë me gjithë familjen e tij. Pastaj do t'u themi të afërmve të tij se ne nuk kemi qenë të pranishëm në zhdukjen e familjes së tij dhe se po themi të vërtetën. Dhe kur disën një kurth. Por ne u ngritëm një grack pa e ndjer ata. Tani shiko se si ka qenë fundi i ngatresave të tyre. Ne i shkatëruam ata të gjithë dhe popullin e tyre. Ja, shtëpitë e tyre të rënuara për shkak të këqijave që bënin. Sigurisht që këtu ka këshill për njerëzit që dinë. Ndërsa ata që kishin besuar dhe i friksoheshin Allahut, ne i shpëtuam. Kur Luti i tha popullit të vet: Përse bëni vepra të mbrapshta e të turpshme, madje në sytë e njëri tjetrit? Vallë, a mos ju u qaseni me epsh meshkujve në vend të femrave? Në të vërtet, ju jeni popull i paditur. Përgjigja e vetme e popullit të tij ishte: Dëbojeni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz të dlirë. Dhe ne i shpëtuam atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij, së cilës i caktuam që të mbetej me të dënuarit. Dhe mbi ta lëshuam breshëri prej gurësh. E sa e tmerrshme që ishte ajo breshëri për ata që ishin paralajmëruar. Thuaj, o Muhammed, lëvduar e falenderuar qoftë Allahu, dhe shpëtimi qoftë për robërit e tij të zgjedhur. Kush është më i mirë, Allahu apo ata që ja shoqërojnë atij në adhurim? A ka më të mirë se ai që ka krijuar qiejt dhe tokën dhe lëshon për ju nga qielli ujë, me të cilin krijon kopshte të mrekullueshme? Ju nuk mund t'i bëni pemët të rriten pa këtë ujë. Vallë, a ka krahës Allahut Zot tjetër? Jo, por ata janë njerëz që i veshin Allahut të barabartë me atë. A ka më të mirë se ai që e ka bërë tokën të qëndrueshme, ka bërë në të lumej, ka ngritur në të male dhe ka bërë midis dy deteve pengesë të padukshme? Vallë, a ka krahës Allahut Zot tjetër? Jo, por shumica e tyre janë të paditur. A ka më të mirë se ai që i vjen në ndihmë nevojtarit të këputur, kur i lutet atij, që ja largon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtar në tokë? Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Sa pak që reflektoni. A ka më të mirë se ai që ju rrethen rrugën në errësirat e tokës dhe të detit dhe ju çon erërat si lajmëtare të mëshirës së tij? Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? I lartësuar qoftë Allahu dhe i lavdëruar mbi çdo gjë që ja shoqërojnë në adhurim. A ka më të mirë se ai që zë fill krijimin dhe pastaj e ripërsërit atë, që ju jep mjete jetese nga qielli dhe toka? Vallë, a ka krahas Allahut Zot tjetër? Thuaj, o Muhammed, sillni provat tuaja, nëse ajo që thoni është e vërtet. Thuaj, askush përveç Allahut, në qiell apo në tokë, nuk i di të fshehtat, dhe as nuk do ta di se kur do të ringjallet. Vallë,
A din do pak ata për jetën tjetër? Përkundrazi, ata dyshojnë në të, ata janë të verbër ndaj saj. Dhe mohuesit thonë: Val, a mos do të ringjallemi ne dhe etëri tanë, pasi të jemi bërë dhe? Vërtet, neve dhe etërve tanë na është premtuar kjo qysh më parë, por këto me gjas nuk janë tjetër veç se legjenda të popujve të lashtë. Thuaj, udhëtoni në përbot, e shikoni si ka qenë fundi i keqbërësve. Mos u piklo, o Muhammed, për shkak të tyre, dhe mos u ngushto për kurthet e tyre. Ata thonë: kur do të plotësohet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtet? Thuaj, mbase mund të jetë pas shpinës suaj ajo që doni ta shpejtoni. Në të vërtet, Zoti yt është bamirës i madh i njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Pa dyshim, Zoti yt di atë që fshehin zemrat e tyre dhe atë që e shfaqin haptazi. Ska asgjë të fsheht në qiell dhe në tokë që të mos jetë shënuar në librin e qartë, Leuhi Mahfudh. Një mend, ky Kur'an u tregon bijve të Izraelit shumë nga çështjet për të cilat nuk pajtoheshin, dhe natyrisht është udhërrëfyes dhe mëshirë për besimtarët e vërtet. Nuk ka dyshim se Zoti yt do t'i gjykojë ata drejtësisht. Ai është i plot fuqishmi dhe i gjithdijshmi. Prandaj, mbështetu tek Allahu. Vërtet, ti je në të drejtën e qartë. Sigurisht që ti, Muhammed, nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, as nuk mund t'i bësh të shurdhërit të dëgjojnë thirrjen tënde kur të kthejnë shpinën. Ti nuk mundesh t'i nxjerrësh as të verbërit nga humbja e tyre. Ty të dëgjojnë vetëm ata që besojnë shpalljet tona dhe na nënshtrohen ne si musliman. Dhe kur të përmbushet fjala jon kundër tyre, ne do të bëjmë që nga toka të dalë një kafsh, e cila do t'u flasë atyre se njerëzit nuk u janë bindur shpalljeve tona. Atë ditë, ne do të t'u bëjmë prej çdo populli nga një grup prej atyre që mohuan shpalljet tona. Ata do të vihen radhë. E kur të vinë, do t'i pyesim: ju i mohuat shpalljet e mia, ndonë se nuk kishit kurfar njohurie për to. Që është kjo që keni bërë? Dënimi ynë do t'i godas ata për shkak të këqijave që bën, e nuk do të mund të nxjerrin as një fjalë. Vallë, a nuk shohin ata që ne e kemi bërë natën për pushim, ndërsa ditën për të parë? Një mend, këto janë shenja për besimtarët. Dhe ditën, kur të fryhet në sur, do të tmerrohet çdo kush që gjendet në qiej e në tokë, përveç atyre që Allahu nuk dëshiron t'i friksoj. Të gjithë do t'i vinë atij të përulur. Ti i shikon malet e mendon se janë të palëvizshme, por ato do të lëvizin si ret. E till është fuqia e Allahut, i cili ka përsosur çdo gjë. Ai di mirë çdo gjë që bëni ju. Ata që kanë bërë vepra të mira do të kenë shpërblim më të mirë dhe do të jenë të çliruar nga tmerri i asaj dite. Ndërsa ata që kanë bërë vepra të këqija do të hidhen me fytyrë përmbys në zjarr. Ju do të shpërbleheni veç për atë që keni bërë. Thua ju, o Muhammed, unë jam urdhëruar që të adhuroj
vetëm Zotin e këtij qyteti, Mekës, i cili e ka bërë atë të shenjtë dhe të cilit i përket gjithçka. Jam urdhëruar që t'i nënshtrohem atij dhe të këndoj Kuranin. Kushdo që merr rrugën e drejtë e bën për dobi të vet, ndërsa atyre që devijojnë, ti thua ju, unë jam vetëm paralajmërues. Dhe thuaj, falënderimi qoftë për Allahun, ai do t'ju atregoj shenjat e tij, e ju do t'i njihni ato. E Zoti yt nuk është i pakujdesshëm ndaj veprave që bëni ju.